Olsi Bylyku surprizoi publikun dhe banorët e Big Brother VIP Albania 4 me një hyrje të papritur gjatë spektaklit të së martës. Ai hyri për të takuar ish-partnerin e tij Eglitako pas më shumë se 2 vitesh ndarje. Takimi u prezantua si një gest mirënjohje dhe respekti për të treguar se ndjenjat e bukura dhe kujtimet e së kaluarës mund të ruhen edhe pasi një marrëdhënie përfundon. Por sipas burimeve të ndryshme në media, kjo nuk ka qenë arsyeja e vetme apo më e rëndësishmja për hyrjen e Olsit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Sipas raportimeve, Olsi Bylyku është paditur nga Top Channel për dëmtim imazhi dhe shkelje kontrate. Shuma e padisë plot 100.000 euro. Thuhet se Olsi për të shmangur këtë përballje të kushtueshme ligjore, është futur në një marrëveshje me Top Channel. Nëse pranonte të rikthehej në Big Brother VIP dhe të merrte pjesë si surprizë, televizioni do të rishte nga padia ose do t'i falte gjobën. Spekulimet janë shtuar edhe më shumë pas faktit që Olsi publikoi një këngë me tone kritike, një lloj disine e produksionit, me njëherë pas marrjes së njoftimit për këtë padi. Kjo këngë pasi shenjë tensionit të thellë mes tij dhe Top Channel, duke bërë që rikthimi i tij të shihet si i dyshim dhe as pak sentimental. Ndonse momenti me Eglin u shfaq si emocional dhe i ndier, një pjesë e publikut e shikon me sy tjetër. Ai ishte një takim realisht i sinqert mes dy ish-partnerësh, apo një lëvizje e mirë kalkuluar për të larë hisapet me televizionin që dikur e promovoi dhe më pas e hodhi në gjyq. Megjithatë, ajo që është e qartë është se çdo hyrje në Big Brother VIP ka gjithmonë më shumë se një dimension, dhe këtë herë duket se drama nuk ka ndodhur vetëm brenda në shtëpi.